Mirë se erdhë. Sot do të flasim për diçka vërtet të fuqishme, një sistem të tërë për zgjidhjen e problemeve që quhet TRIZ. Dhe, të jemi të qartë, kjo nuk është thjesht një tjetër metodë brainstormingu. Jo, kjo është një shkencë e mirëfillt e shpikjes, një mënyrë për ta transformuar inovacionin nga diçka që ndodh rastësisht në një proces që mund të mësohet dhe të zbatohet nga kushdo. Le ta nisim me një pyetje fare të thjeshtë. Mendoni pak. Sa herë është dashur të bëhet një zgjedhje ku për të përmirësuar diçka duhet sakrifikuar diçka tjetër. Për shembull, duam një makinë më të shpejtë, por ajo do të harxojë më shumë. Duam një material më të fortë, por ai bëhet më i rëndë. E po, këto janë ato kompromiset e përditshme me të cilat mësohemi të jetojmë. Dhe pikërisht këtu TRIZ ndryshon gjithçka. Qasja normale, ajo konvencionale, na thot gjej një rrugë të mesme, pranoje kompromisin. Por filozofia e TRIZ-it është shumë radikale. Ajo bën një pyetje të gudhimshme. Po sikur të mos ishte nevoja të bënim kompromis, po sikur ta eliminonim plotësisht konfliktin. Pikërisht kjo ide e bën TRIZ-in kaq revolucionar. Okej, ja se si do ta ndajmë rrugtimin ton. Së pari, do të kuptojmë filozofinë pa kompromise që e drejton. Pastaj, do të mësojmë të dekodojmë kontradiktat, që janë zemra e çdo problemi. Do të hedhim një sy te veglat e fuqishme që ofron, do të shohim se si ka funksionuar në botën reale dhe në fund do të shohim se ku po shkon TRIZ sot. Në rregull, le t'ja nisim. Çfarë fshihet pas kësaj filozofie kaq të guximshme? Gjithçka fillon me idenë se kompromisi nuk është fundi i rrugës, por vetëm fillimi, dhe me një histori origjine absolutisht të jashtëzakonshme. Pra, ç'do të thotë saktësisht TRIZ? Emri vjen nga rusishtja dhe përkthe teoria e zgjidhjes së problemeve shpikse. Por harojen emrin e gjatë, ajo që ka rëndësi është kjo. Nuk është një teori e sajuar në zyrë, është një metodologji e lindur nga analiza e qindra mijëra patenteve reale, nga e gjithë bota. Zbulimi i madh ishte se shpikjet më të mëdha, pavarësisht fushës, ndjekin të njëjtat modele zgjidhjesh. Dhe kjo ide është thelbi i gjithçkaje. Ajo na thotë se genialiteti nuk është magji. Ka një logjik, ka modele që përsëriten. Dhe nëse këto modele mund t'i identifikohen dhe të kodifikohen, atëherë shpikja mund të mësohet. Ajo bëhet një shkencë, një proces sistematik që mund ta përdorë kushdo. Kjo e demokratizon inovacionin. Pas kësaj metodologjie fshihet një histori njerëzore absolutisht e pabesueshme. Ajo e Heinrich Altschuler. Ai nisi punën e tij si hetues patentash në Marinën Sovjetike. Por në vitin 1950, për shkak se i shkroi Stalinit letra kritike, ai u arrestua dhe u dërgua në një kamp pune në Gulag. Imagjinoni pak, edhe në ato kushte çnjerëzore, ai nuk hoqi dorë, ai vazhdoi të zhvillonte idetë e tij. Pas lirimit, iu deshën dekada për të analizuar mbi 200.000 patenta dhe për të nxjerrë parimet e TRIZ-it. Ky sistem u farktua në zjarr, gjë që tregon shumë për fuqinë e tij. Mirë, tani që e dim historinë, le të futemi në mekanikën e TRIZ-it. Dhe gjithçka sillet rreth një fjale të vetme, një koncept i kyç, kontradikta. Kush kupton kontradiktën, ka çelësin për të hapur dyert e zgjidhjeve vërtet inovative. Pra, çfarë është një kontradikt në botën e TRIZ-it? Mendojeni si një llastik i tendosur, tërheqen nga njëra anë për ta përmirësuar, por ajo shkurtohet dhe përkeqësohet nga ana tjetër. Ky është thelbi i çdo problemi të vështirë. Dhe siç e tham, qëllimi i TRIZ-it nuk është të gjejë një pikë të rehatshme në mes, por ta presë atë llastik, ta eliminojë plotësisht tensionin. Dhe këtu bëhet akoma më interesante. TRIZ-i na thotë se ka dy lloje të këtyre kontradiktave. E para është kontradikta teknike, kompromisi klasik për të cilin folëm, por pastaj vjen kontradikta fizike, ajo që tingëllon thjesht e pamundur. Kjo ndodh kur i kërkojmë të njëjtit objekt të ketë dy veti të kundërta në të njëjtën kohë. Shembulli klasik, një çadër. Ajo duhet të jetë e madhe për të na mbrojtur nga shiu dhe e vogël për ta mbajtur në çantë. Këto janë problemet që TRIZ-i adhuron. Okej, i kuptuam problemet, po zgjidhjet. E po, TRIZ-i nuk na lë me duar në xhepa, përkundrazi, na jep një kuti të tërë me vegla, një arsenal i vërtet, i provuar dhe i testuar për të sulmuar këto kontradikta. Dhe në zemër të këtij arsenali është një numër, 40, jo 39, jo karidjet, fiks 40. Dhe pse? Sepse këto janë 40 parimet shpikëse themelore që Altschuler zbuloi se përdoren vazhdimisht në patentat më gjeniale të botës. Janë si ADN-ja e shpikjes.
Le të shohim disa. Janë kaq intuitive kur i sheh. Për shembull, segmentimi, po sigurisht, si mobiljet modulare që i montojmë vetë, apo vetë shërbimi, furrat që pastrohen vetë fantastike, ose bashkimi, si te ethika klasike e ushtrisë zvicrane. Secili nga këto parime është një rrugë e provuar drejt një zgjidhjeje inovative. Mirë, por si e zgjedhim parimin e duhur mes 40 të tillëve? Nuk është se i provojmë me radhë. Këtu hyn në lojë një nga mjetet më elegante të trizit, matrica e kontradiktave. Funksionon thjesht. Në një aks vendos çfarë do të përmirësosh, le të themi forcën. Në aksin tjetër, çfarë po përkeqësohet, le të themi pesha. Dhe matrica, si një GPS për shpikësit, të tregon se cilat 2, 3 apo 4 parime kanë funksionuar më mirë historikisht për pikërisht këtë lloj problemi. Por për ato problemet e pamundura që tham si çadra e madhe dhe e vogël, aty trizi bëhet, thuajse magjik. Ai përdor 4 parime ndarjeje. Ideja është e thjeshtë, mos u përpiq të kesh 2 gjëra të kundërta në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Ndaj ato, ndaj në kohë, në hapësirë, bëje të varura nga kushtet ose ndaje midis pjesëve dhe tërësisë. Zinxhiri i biçikletës për shembull. Tërësia është fleksibil, por çdo hallkë i është e ngurtë. Ja, ky është një kompromis i eliminuar. Mirë, deri tani kemi folur për teori, parime, matrica, por pyetja e madhe është, a funksionon kjo gjë në botën reale, aty ku ka buxhete dhe afate? Le të shohim disa prova konkrete. Përgjigjja është një po e madhe, dhe lista e atyre që e përdorin është thjesht mbreslënse. Po flasim për gjigant në fusha nga më të ndryshmet. Nga industria e mbrojtjes si BAE Systems, te farmaceutika me Sanofin, ushqimi me Mars, apo edhe infrastruktura rrugore me National Highways në Britani. Kjo tregon se parimet janë universale. Le të marrim një shembull konkret. Një numër 276. Çfarë do të thotë? Për gigantin farmaceutik Sanofi, ky numër ishte një revolucion. Pasi filluan të përdorin trizin, numri i patentave të tyre vjetore u hodh nga 6 në 276. Kjo nuk është një rritje e vogël, është një transformim total i kapacitetit të tyre për të inovuar. Ose shikoni këtë tjetrin, që ka lidhje me parat, shumë para. Në Angli, autoriteti i autostradave kishte një problem të madh me konet rrugore dhe një buxhet prej 10 milion poundësh për ta zgjidhur. Zgjidhja që gjetën duke përdorur triz kushtoi vetëm 50.000 pound. Shikoni pak diferencën. Kjo është fuqia e një zgjidhjeje elegante. Okej, është e qartë që ka funksionuar në të kaluarën. Po sot, në epokën e inteligjencës artificiale dhe startupeve, a ka ende vend për një metodologji të lindur në Bashkimin Sovjetik? Përgjigja mund të jetë befasuese. Një nga gjërat më të rëndësishme për të kuptuar është se triz nuk është një ishull i vetmuar. Mendojeni si një pjesë e një ekipi. Nuk është triz kundër, design thinking apo lean, është triz me to. Kur metodat e tjera arrin një mur, aty ku përmirësimet e vogla nuk mjaftojnë më, triz ofrojnë kërcimin e madh, zgjidhjen radikale. Dhe tani, le të flasim për të ardhmen. Çfarë ndodh kur e kombinon këtë logjik të hekur sistematike me fuqinë e pafundme të inteligjencës artificiale? Po ndodh tani. Studiuesët po krijojnë sisteme AI që mund të përdorin parimet e trizit për të propozuar zgjidhje. Imagjinoni sa më e lehtë do të bëhet për çdo që të përdor këtë fuqi. Pra, për ta përmbledhur gjithçka, kjo është magjia e trizit. E heq misterin nga shpikja, e kthen atë nga një rrufe në qiell të hapur në një shkencë, një zanat që mund të mësohet, të praktikohet dhe të përmirësohet. Dhe do ta mbyllim me një pyetje. Mendoni për një problem në punën apo jetën e përditshme, një kompromis që e keni pranuar si të pashmangshëm, po sikur të mos ishte, po sikur të ishte thjesht një kontradiktik që pret zgjidhjen e duhur. Mendësia triz na mëson se ndoshta, vetëm ndoshta, e pamundura nuk është dhe aq e pamundur sa mendoni.